Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje, shef. Ledi Olsi. Ndodhemi në Xara apo jo? Po, jemi në kantierin e ndërtimit në stacionit të ri të Xarës. Në stacion tërësisht në e para. Totalisht. Jeni ankesa më kryetar? Okej. Është një stacion totalisht i ri nga e para, i cili ka filluar ndërtimin në janar të vitit 2024 dhe sipas kontratës mbaron në maj të vitit 2026. Por duke parë dhe ecurinë e punimeve, po ashtu siç kemi zakon në tilla raste, ne do ta mbyllim besoj brenda 3 muajit të parë të vitit 2026 para afati. Ky është një stacion 110-20, me një fuqi prej 50 megash të instaluara, që do të thotë një 8 fishim i kapaciteteve të atij që është ekzistues. Sot kjo zonë furnizohet nga në stacioni ekzistues i Livadhjas, një stacion i cili është ndërtuar 1966. Në vitin 1966, i cili nuk garanton as siguri në furnizimin e energjisë elektrike të gjithë zonës, por as i shërben më kësaj zone pasi kapacitetet këtu sa vinë edhe shtohen çdo ditë. Eksakt, domethënë është çështja e kapaciteteve mbi të gjitha, padyshim edhe teknologjia, një tjetër teknologji përdorim ne sot, por nga ana tjetër ne duhet kuptojmë që e gjithë zona e jugut tashmë këtu ku ndodhen, është një zonë e cila e shumë fishon numrin e banorëve nga maj deri në tetor. Nga ana tjetër është një zonë e rëndësishme edhe për sa i përket bujqësisë këtu, dhe ne kemi diskutuar nga fillimi që energjia në këtë zonë nuk duhet vetëm për banorët, dhe flasim për 7.000 abonentë që përfitojnë nga ky projekt, apo jo? 7.000 abonentë do të thotë 7.000 kontrata, por mesatarisht me 4 banor për familje, sikur ta marrim mesatarisht, flitet për rreth 28.000 banor të cilët përfitojnë. Por nga ana tjetër, siç tham, këtu përfitojnë të gjitha njësitë turistike, qofshin këto hoteleri, restorante etj, por edhe të gjitha njësitë e bujqësisë të ngritura në zonë, siç janë serat apo fermat e ullishteve, të agrumeve etj, çfarë prodhohet këtu në zonë. Kështu që duhet të themi që është një investim që duhet bërë, është një investim që na është kërkuar si nga bashkia, ashtu edhe nga të gjithë faktorët e zhvillimit ekonomik dhe bujqësor të zonës, por padyshim që përfitohet edhe më gjërë. Edhe pse quhet në stacionin e Xarës, ky nuk është vetëm në stacionin e Xarës, kjo që dhimua ja kemi shpjeguar disa herë këtë gjë, është në stacion që dhimo emrin tonë, nuk ka problem. Do emrin që t'i vëj markën e Xarës, po pastaj do ta quajmë në stacionin e vet, por nuk është vetëm në stacionin e Xarës. Ky është një stacion që në të ardhmen do të furnizojë gjithë zonën e Ksamilit, pasi do jetë një stacion parastor për gjithë zonën e Ksamilit, dhe ndërkohë do të bëjë dhe lidhjen unazore të fidrave që vinë nga në stacioni i Saranës. Pra do të thotë kapacitete të shtuara dhe sigurim të furnizimit me energji elektrike në mënyrë, domethënë, totalisht ndryshe me këtë që kemi sot. Pra në raste deri para pak kohësh, këtu frynte një herë dhe gjithë zona ngele pa energji, tani do të thotë që kushtet atmosferike nuk do të jenë problem për këtë linjë dhe as kërkesa që do të vijë në rritje çdo vit, siç ne tashmë jemi mësuar që kemi një trend rritje të kërkesës për energji nga vit në vit me minimalisht 10 deri në 20%, ky në stacion e garanton këtë për shumë vite të tjera që do të vinë në zhvillim. Unë e them gjithmonë atë që mbaj mend në fillim detyrës time, nata e vitit 3 ishte nata më e ngarkuar dhe ne nisnim që nga dreka e datës 31 në komunikim me OSHA-n për sa i përket volumeve. Dhe mbaj mend që volumet e tmeshme të konsideruara në atë kohë shkonin në 21.000 megawatt ose 21 milion kilovator, edhe arrinte pikun dhe bindin gjithë në stacionet kudo në vend. Këtë vit, ose më saktë për referohem vitit kaluar, se këtë vit do shohim, do shta shkojmë edhe më larg, vitin e kaluar nga 15 korriku deri në 15 gusht kemi qenë me 28 milion kilovator në ditë. Apo jo? Në ndërkohë, meqense ndodhemi këtu, në pjesën më jugore të Shqipërisë, unë do desha që të bënim edhe një brief, një informacion tërësisht për jugun, duke nisur nga Vlora, duke qenë se edhe të gjitha investimet tona nuk janë vetëm përshëndruara pra këtu. Kemi edhe në stacionin e Akernis që po ndërtojmë, edhe në stacionin e Pisheres që po ndërtojmë, të cilat janë kontributor kryesor për mbarvajtjen e shpërndarjes së energjisë elektrike në gjithë pjesën jugore të Shqipërisë, aty ku është edhe turizmi i përshëndruar. Pa lënë këtu me një anë të gjitha punimet që po bëjmë në veri të vendit, në Lezhë apo dhe në Theth madje.
Kështu që sqarojmë pak situatën se si e kemi sot në jug, ku unë shpesh herë komunikoj dhe vetë me banorët apo me pronarët e hoteleve apo të restoranteve për shqetësimet që ata kanë. Kam marrë në fillim të sezonit shqetësime nga Boshi, pastaj është shqetësuar situata dhe janë disa pika të cilat duhet të sqarojmë pasi ka investime që po bëhen në këto momente dhe kemi marrë dhe masa, pavarësisht se ne gjatë kësaj jave do të kemi një komunikim publik për të gjitha rajonet e Shqipërisë se çfarë ndodh me masat që kemi marrë për sezonin. Po mirë është që të themi se si po ecin investimet në jug tashmë. Edhe për zonën e jugut, ashtu siç ju e përmendët, duke filluar nga në stacioni Akërnis, që është një stacion që ka filluar të ndërtohet, që do të jetë garanci për gjithë zonën e Vlorës, Pellgun e Nartës, Vërnecit, deri në zonën e ujit ftohtë. Edhe aeroportin të gjitha. Edhe aeroportin mbi të gjitha. Është një garanci më shumë për sa i përket kapaciteteve dhe sigurisë furnizimit. Ndërkohë, patjetër që ne këto në stacione të reja që ndërtojmë, po ndalem deri te zona e ujit ftohtë, pastaj vazhdojmë me zonën e radhimës dhe të orikumit, ne këto stacione i shoqërojmë dhe me fibra dalës, pra me linja të reja, që do të thotë të gjitha në stacione do të marrin ngarkesën e duhur që në mënyrë të tillë që të mos vuajë asnjë zonë për kapacitete dhe për garancinë e furnizimin e saj. Jemi duke mbyllur 2 fibra të rinj deri në fund të muajit, do të mbyllim 2 fibra shumë të rëndësishëm për zonën e orikum radhimës, që vjetë kemi pasur probleme me furnizimin e kësaj zone, pasi furnizoheshin nga disa fibra ajror të 30-40 viteve në operim. Dhe jo vetëm aq, janë edhe sensitiv ndaj agjendëve atmosferik, patjetër. Ndërkohë, këto janë fibra që do të vijnë në operim brenda muajit qershor. Pra janë fibra që neve tani kemi mbyllur pjesën kryesore të linjave kablore dhe po merrem me dhënën ngarkesës në përgabime. Pastaj jemi duke kaluar në zonën e pikut të ngarkesës, themi aty ku kërkesa për energji që sa vjen dhe rritet dhe shtohet çdo ditë nga Palasa deri në Nimar. Kemi filluar të mbyllim dal nga dal ose ta vëmë tashmë në funksion projektin e shumë pritur për ne, është projekti i linjave tensionit mesëm, tensionit ulët 20 kV nga Palasa deri në Nimar. Brenda muajit qershor do të vëmë një pjesë të bregut, pra gjithë zonën e bregut, që është zona e krahut djathtë kur ikim në drejtim të Nimarës, do të kalojnë në rrjet kablor. Pra do të kemi më linja ajrore përveç zonave të fshateve, që edhe ato shumë shpejt do të marrin zgjidhjen po brenda sinës verës. Ndërkohë kemi një zhvillim të rëndësishëm dhe në qytetin e Nimarës, ku gjithë qendra e Nimarës së bashku me zonën e Livatit dhe me zonën e Jalës do të kalojnë në rrjet 20 kV. Ndërkohë kemi mbyllur një investim në Qeparo. Gjithë pjesa e fshatit lart ka përfunduar shtrirja e rrjetit të ri së bashku me linjat ABC, që janë linjat e veshura tashmë që të gjithë dimë që janë linja që përveç se garantojnë furnizim të pandërprer, garantojnë dhe nivel tensioni shumë të mirë. Ashtu siç vjet jemi përballur me problemet më mëdha në fshatin e Boshit, neve jemi duke përfunduar dhe aty para kohe, para afateve që janë deklaruar për të përfundim. Para afateve kontraktuale, se kohën do ishte bërë edhe më parë për të drejtën, po e kemi shpjeguar shumë herë që ne i kemi shumë të qarta vendet ku duhet ndërhyrë, i kemi të gjitha studimet tona të vizibilitetit, por sigurisht ka një përparësi sipas numrit banorëve që ka për zonë. Dhe koha ka qenë me kohë e duhura, por çështja është se sa janë mundësitë financiare të kompanisë, pra të OSH-s, dhe që është pjesë e grupit të OSH-s, nga ana tjetër sa është edhe mundësia për të avancuar një herë me qytetet që kanë më shumë banorë dhe për të shkuar pastaj edhe në zonat bregdetare siç kemi arritur tani. Pra, jemi duke mbyllur zonën e Boshit dhe aty do të kemi një situatë krejt ndryshme gjatë stinës verës. Ndërkohë vazhdojmë me në stacionin e ri të Bunecit ose Piqeras, që ju përmendëm pak më parë. Ka filluar implementimi i këtij projekti, që do të jetë një garanci shumë e madhe për të zhvilluar zonën në 2 drejtime, në drejtim Sarandës dhe në drejtim Boshit në vitet që do të vinë. Kemi përfunduar konstruksionin e 2 fidrave shumë të rëndësishme në qytetin e Sarandës, që janë fidra që do të garantojnë përveç se sigurisë furnizimit, do të garantojnë edhe kapacitet të reja shtesë për ata përdorues të rinj që kërkojnë të futen në rrjetin tonë, pasi zhvillimi urban bën punën e vet. Dhe një zhvillim po aq i rëndësishëm që deri vjet neve kemi pasur edhe bashk shumë herë komunikim në lidhje me zonën e Ksamilit. Zona e Ksamilit deri vjet furnizohej vetëm me një linjë furnizimi 20 kV. Tashmë mund të themi që prej disa ditësh ne kemi vënë linjën e dytë në punë, është energjizuar dhe Ksamili përveç se do të ketë një balancim ngarkesash, do të ketë edhe një siguri me një linjë të dytë që në rast të ikës linjës së parë mund ta furnizojmë me linjën e dytë. Ndërkohë dhe këtu ku jemi, kthehemi prapë tek Vima, që shohim e prekin vet, kemi futur të gjithë fidrin
Këtu që Fidri Leftertalo, për që mbulon gjithë zonën e Zarës, Mursis, Konispolit, Vrinës, Shëndullis, pra gjithë zonën rreth e rrotull ku jemi tashmë, është futur në rekonstruksion dhe me vënën punë të di në stacioni shumë shpejt kthehet ajo në 20 kV. Pra kemi një situatë, një panoram totalisht ndryshëm në raport me vitin e kaluar. Pikërisht përveç investimeve që ne bëjmë, sigurisht që ne kemi të gjithë dëshirën, vullnetin edhe tendencën që t'i bëjmë në stacionet e reja, që gjitha këto në stacione janë të pajisura pastaj edhe me sistemet e automatizuara që na ndihmojnë për të identifikuar avarit dhe për t'i zgjidhur me njëherë, sepse avari energjetike do ketë gjithmonë. Nga ana tjetër, ajo që ne bëjmë, krijojmë linja të backupuara, pra kemi edhe një linjë të dytë gjithmonë, që në rast se ka një avari, kalojmë transmetimin dhe shpërndarjen në linjën tjetër derisa të ajustohet ajo që është linja primare, pra linja parsorë. Shumë mirë, me lajmet mira nga jugu, unë sigurisht performancën e OSSH-s e ndjej me njëherë në telefonin tim, kuptohet kur po shkoni mirë apo kur po shkoni keq, por në ndërkohë duhet ta them që performanca gjatë kësaj vere ka qenë shumë e mirë. Akoma nuk kemi ardhur në pikun e sezonit, ndaj edhe ne jemi duke u përgatitur për korrikun dhe për gushtin, duke qenë se edhe të gjitha dënat që marrim nga njësitë turistike janë që do ketë një rritje me 20-30% të volumeve krahasuar me një vit më parë, por ne jemi në pozita shumë më të mira se në 2024, që ka qenë një vit i mirë për përballimin e kërkesës me energji elektrike. Duhet thënë gjithashtu që energjia elektrike gjithmonë afekton edhe operimet e ujësjelljes kanalizimeve në disa raste, që ka të bëjë me pompat, të gjitha ato vende të cilat furnizohen me pompa dhe jo me sistemet gravitacionale, apo edhe për sa i përket kanalizimeve, kur kemi pompat me zhytje që bëjnë të gjithë procesin. Kështu që na duhet vëmendje e shtuar tek sistemi energjetik në këtë momente, qoftë linjat e transmetimit, qoftë dhe ato të shpërndarjes, ku ndodhemi sot. Bashkëpunimi midis OST-s dhe OSSH-s është shumë i rëndësishëm, i kemi shumë të mira të gjitha kuadrat e bashkëpunimit, por thjesht për ta pasur parasysh për ditët në vazhdim. Okej, ju falenderoj për shoqërimin sot këtu në këtë kantier të ri dhe kaq të kërkuar nga komuniteti Xhariot. Tani ne do ta përfundojmë para afatit, në maj kemi kontratën tha drejtori, do mundohemi ta përfundojmë para se të njësi vera e vitit ardhshëm dhe këtu vera nis që në mars. Blendi, kështu që merri masat. Shumë faleminderit gjithëve.